Gjatë një interviste për Top Albania Radio, opinionistja e këtij sezoni të Big Brother VIP Albania, Monika Kryemadhi, bëri disa deklarata që pritet të ndezin diskutime. E pyetur për zhvillimet e fundit në shtëpi, veçanërisht për raportin mes Mateos dhe Brikenës, ajo dha një vlerësim befasues. Sipas Kryemadhit, pavarësisht vëmendjes që ka marrë Brikena, ndjenjat e Mateos mund të jenë diku tjetër. Ajo u shpreh se Mateo duket se ka simpati për Selin, duke shtuar se ky pëlqim mund të jetë i ndërsjellë dhe madje të vazhdojë edhe pas përfundimit të formatit. Në vlerësimin e saj, Selin po përjeton një situatë të ndërlikuar emocionale në shtëpi, pasi marrëdhëniet me djemtë kanë ndryshuar ndjeshëm. Kryemadhi theksoi se pas një periudhe të gjatë bashkëpunimi në lojë, raporti i Selin me një prej tyre është përkeqësuar aq shumë sa ajo shfaq tashmë një reagim të fortë negativ. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.